Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrozë do të vazhdojmë edhe sot me lenin Allahut Jalla Jalaluhu dhe do të ndalemi në një stacion të rëndësishëm, po i cili realisht nuk është një ngjarje, nuk është një ndodhi, nuk është një ditë, por është një vazhdimsi shumë vjeçare që ka të bëjë me reagimin e kurajshëve karshi shpalljes, karshi ofertës, mësimit dhe thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thënë që Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur erdhi shpallja 3 vite me radhë, nuk e bëri shumë publike. Takoi me njerëz të afërt, me familjarët, dhe aty në prezantonte atë që Allahu ja ka shpallur. Pastaj me urën të Allahut azza wa jall doli dhe publikisht, dhe e kemi përmendur se ka dalë në kodën Safa, edhe aty veç e ka shpallur publikisht ftesën e tij dhe thirrjen drejtuar popullit vetë kurajshëve, që ata të braktisin idhujt, të braktisin mënyrën e jetëtuarit të tyre, të t'i kthejnë udhëzimeve të Allahu xhallahu ala besimit të pastër dhe të ndërtojnë raporte të mira mes vete, të luftojnë padrejtësinë, të luftojnë çdo të keqe që ishte në atë kohë në shoqërinë e tyre. Edhe pse oferta ishte joshse, ishte interesante, ishte argumentuar, ishte me fakte, ishte ajo që u azhite problemet, ishte ajo që atyre duhej shumë. Megjithatë, për inate personale, për përfitime personale dhe për arsye tjera, po gjitha e psharake, asnjë nuk është arsye racionale, logjike, kurajshët e Mekës refuzuan. Dhe refuzimi i tyre nuk ishte thjesht nuk jem të interesuar, nuk ishte kaq, por ishte një refuzim, domethënë i dhënshëm, agresiv. Dhe ata përdorën metoda të ndryshme për me pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga një aspekt, por edhe për me i friksu besimtarët që mos i bashkangjitin Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe gjatë 13 vite të qëndrimit në Mekë, domthon kështu ishte përditshmëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk ishte asnjë ditë që ishte e qetë. Çdo ditë ishte, do të thotë, më e rëndë se tjetra. Çdo ditë ishte më e vështirë se tjetra. Çdo periudhë caktuar kohore, kurajshët e Mekës i ndronin metodat, por që të gjitha ishte metoda që synon me pengu Muhammedin alayhi salatu wasallam. Ka shumë metoda që ata i kanë përdorur, do t'i përmend disa prej tyre, për të pasur të ndërozur asnjë metodë që e kanë përdorur kurajshët nuk është metodë e ballafaqimit mes argumenteve. Asnjëherë s'ka thonë, a do ulëm pra diskutojmë argumente që ti. Asnjë nuk ishte, domethënë, metodë e diskutimit e debatit. Nuk ishte. Për çfarë arsye nuk ishte? Për faktin se kur mungojnë argumentet, njëri pastaj kalon tek dhuna. Kur mungon dëshira dhe vullneti për diskutim, për dialog, përdor metoda të tjera që me zhvendos vëmendjen, me pengu depërtimin e dritës tek njerëzit. Ka njerëz caktuar që kanë përfitime të ndërruar, ka qarqe të caktuara që për shkak të përfitimeve të tyre preferojnë, madje këmbgulin dhe insistojnë që pjesa e mbetur e njerëzimit të mbetet në errësirë. Të mjaftohen me diçka të caktuar dhe ata pasojnë të jenë rahat në zhvillimin dhe shpalosin dhe jetësimin e agjendave të tyre. Shikoni kur t'i lexon këto që do t'i përmeni, se çfarë kanë përdorur kurajshët kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam, nuk do të duket shumë e vjetër kjo. Këto metodë nuk janë vjetër, nuk janë historike, por ato ripërtrihen ku pas kohe, për faktin se ka një burim. Burimi i tyre është padyshim shejtani i mallkuar, i cili e frymëzon dhe inspiron njeriu qysh me e pengu të mirën. Do njëri din që atë nivel instrumentalizohet për shejtanit, përdoret për shejtanit, to që symbiozi i zbaton agjendat e shejtanit, Allahu na ruaj. Pejgamberi çfarë kërkon nga ata?
nuk kërkonte nga ta përfitime personale, nuk ka donte pasurinë, nuk ka kërkonte pozitën, nuk ka kërkonte asnjë favor për vetën e tij. Por thonte pejgamberi sa qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thuni la ilaha illa Allah, dashin me pështu, kaq. U thonte mos i bëni zullum grave të juaja, mos i varrosni përse gjalli fëmijët e juaj, mos e hani pasurinë e jetimit, mos bëni padrejsi, mos mashtroni, mos u vrani, mos dërni gjak. Kaq ishin mësimet. Çka ka këtu të keqe? Mirpo i natët e tyne, me ndjemadhësia, me të pëlqimi, arroganca, po edhe interesat, nga se me e pranu, aq për thonë të pejgamberson, prishin interesat të njerëzve, normal, që ishin ndërtuar në atë sistem të asaj kohe. Andaj, çfarë bënin Kurajsht e Mekës? Të ndërruar vëllezër më së pari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vite me radhë ka gëzu respekt madh Mekë. Ka gëzu respekt. Edhe e kanë quajtur emën, i kanë thonë, As-Sadiq el-Amin. I kanë thonë, As-Sadiq ai që flet vërtet në Korsran. Edhe në Safa kur i ka pyet, nëse ju them se një ushtri është duke ardhur pas kodës, am kish besu? Po, Korsa ke rreth. Me dëshmi ty nëse nuk është gënjeshtar. El-Amin besnik. Nuk të mashtron, nuk të rrethon. A dini se Kurajsht e Mekës kursimet e tyne, parat kur ti kurse s'kan pas banka, është dash me qute dikush që e kanë të besueshëm. A dini ku ka marrë parat? Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 13 vjet e kanë kundërshtu, e kanë shtyp, a parat ai kanë marrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bëu hijrat, kur nis për hijrat, i ka thënë liut, kjo është lista. Kur të largonon, ktheu parat kaç i kalon filoni, kaç fiseku. Ka vojt parat më marrë. Sa ta kanë marrë parat e tyre. As të shikoj po të si ato. Du s'ka dorë që kaptin kurrë. Po as udhëzimin e tyre. Andaj njëri me kësi trajtim, me kësi respekt në shoqëri, çfarë ndodhet tash? Vetë ja kanë hapur certifikat. Ta është kaluar në, domethënë, në ndryshimin e emërtimeve. Është kjo metodë të rrezikshme. Nga emërtimi besniku, i sinqerti, i vërteti, nga ky emërtim gënjeshtari, sihrbazi, i çmenduri, këta kanë qenë pastaj emërtime që ata me te e thënin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allahu xhallahu ala thot: "Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun." O ti që po pretendon se ka zbrit shpallja, ti i çmenduri. I çmendur? E dedje qysh i japni njëri çmendur me arrit parat. Prandaj metoda e parë, këtu ka shumë detale, më du mi lezu si shpejt metodat për të kuptuar se çka s'kan përdor. Këtë çka i ka rënë mend, këtë çka kanë ditë, e kanë përdor kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çështja e parë është një lloj lufte psikologjike, një tendencë për me ofendu, për me nënçmu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Nuk e dhënë emra që fara ati nuk i takon nam. Gjerë të ndërrumë lazër, nga metodat ishte dhe talja. Talja është me te. Edhe kjo ishte një luft psikologjike. Për me ndi pejgamber sa më një keq, i kompleksum, më tërhjek. Por, si është e kështu pejgamber sa më? Ati nuk e bënin përshtypje falet talët të tyre. Përndaj edhe të ndërrumë lazër, ata nga talët që bërën ishte, a nuk gjithë Zoti me që pejgamber pas tyja? Ti jetimi, ti as ki baba, as ki nona, as ki para, as ki pozit, pejgamberis. Nëse kishtë ato të saldarë tyre, kush me konë pejgamber? Dëmon, talje me te, talje me të kaluarën, talje dëmon me gjendjën e ti, pa prindë, kështë më ratë, talëshin. Por të farë nuk e bënë ndikim pejgamberit alayhi sallam. Nga metodat të ndërruazë që kam përdorë, ishin metodat ndryshme, disa ishin verbale, me gjuhë, disa ishin pastaj me dhunë, që kurse të mësojmë, edhe me goditje, disa ishin për shembull, a pajtohëm, a bojnë kompromis, ha dhe unë mëna marrëveshje. Edhe këtë ishte një metodë, jo për me bu marrëveshje, jo, po edhe marrëveshje ishte për me nalë pejgamberës nga misioni i tijep. Ndaj i thonin pejgamberës sa, ka shku puna fell. Situata është e rënduar në Mekë.
Apo shef familjarë na për çaj, na daj, na bëu copë grim. A bëm në marrëveshje? Hajde në marrëveshje, juaj. Një vjet na e adhurojmë Allahun, çush tushte. Një vjet. Çush tushte ja bëjmë, një vjet. Një vjet ti bashkë me neve adhuron çush tojmë na. A përshimi të njerëz që se kuptojnë fejnë, këtë që kjo punë është hajgarë. Hajtë preshe pak, hajtë bëne pak. Së është kjo punë hajgarë, kjo punë serioze, kjo punë jetë është. Nuk mëjnë për hatër të kërkujt me e cenu besimin e Allah në të gjellë gjelalu, apo? Andaj Allah u zbriti përgjë, kul ja e hëll kafirun. Thuaj, o ju më huas, o ju që përbani kufër, la e abudu ma të abudun. Unë kur sa adhuraj atë që adhurani ju, kur? Wala antum abiduna ma a'bud. As ju nuk adhuroni atë që unë adhuroj. Dama si në da. Andaj, e vetë më jam mirë për me bëhë kompromis është në braktis një idhujt e të venit e besimin në Allah në gjëna gjëna. Nga me to që përtojnë të nërëzër shumë të, kam përdor edhe dilema e dyshime. Ti po shtot, mirë po, që po të Koranin? Ka njerë do të ndojme për dilema, për me shkaktu konfuzion, me shkaktu huti. Nëse njerë nuk kanë dije, ose nuk ndriqohen nga dija, mund mëra prej konfuzioneve, prej dilemave. Prej dilemave. Jo rëdhe në dëgjumë ka ne për shamull një djali ri, një vajzë e re, që kanë fillu me hinë fe, praktikues të fes, i vëkara prej e dilemave. Për shamull thonë, pejgamberi juv e ka martu një vajzë të re shumë, Aishën radiallahu anha. Dilemë. Qysh martohet njëri me një vajzë, ka shtrej shumë martu pejgamberi me Aishën, për shamull. Dilemë. E ka përgjigje, shumë është të thjeshtë. Përgjigjen të shumë është të thjeshtë. Po të me ndi dilema, me prek në emocione. Për shembull, pejgamberi ka vrarë njerëz, ka bo lufta. A kjo dilemë, e ka përgjigje vetë, apo? Kur ka bo luftë, me kanë ka bo luftë? Ka përgjigje. Ju po thuni që gjithë shka me caktimin e Allahut, tani për në thuni që falu. Po nësë është me caktimin e Allahut më falë, në falë, nësë është me caktimin e Allahut në s'fala. Që ku e qëtë këtë punë, dilema, këtu ketën dilemat pa baza. Kur farë baza s'kanë, po të nëtoj me bo halakam, zhurëm kujtë njerët. Andaj edhe kanë sjellë shembullin e Isaut a.s. ka herë, më thonë, si problem, si çështje që ka lind pa babë, veç me nonën. E dilema shumë që ata i kanë sjellë. Po të ndërozër, gjitha këtu Kurani ka dhënë përgjigje. Elhamdulillah. Për gjithçka ka përgjigje. Çdo dilemë që është ngrit deri më tani ka përgjigje. Mirë është njëri që veç mos më aqil derën dilema ato. Ka ndonjë paqartësi, ka ndonjë çështje që do më pyet, troket në derën e duhur. Mirë po, banu i bindën se çdo dilemë që është ngrit kundër Islamit ka marrë me 10 goditja ajo dilemë. Është rrëzu pin temel, nuk qëndron. Ama don me ngu njërë në menqër, njërë në dikshëm për të qështje. Nuk me leu gjithë kështë me namush kryjt për feje, për filone, për atë me namush dilema, konfuzione. Për faktin që na e ndërtojmë qëllimin tonë në argumente, jo në thashe thome, ka thonë, kumni, feja nësër shtu të më. Feja nuk o kështu. Feja në është ka thonë Allahu, edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Kam përru dilema rreth ringjalljes. Për shembull, ti po thush shembull ngjall, e kam përru një ashtë që ka qenë domoni më i vjetërsum, edhe e kam bu hi, kam bu kështu të kanë. Që kështu kur bune kanë mu ngjalla, ti ai që pse po thush? Por pejgamberi s'ka prej këtë dilema, s'është kompleksu. Po kur ka ardhur njëri nga, domethënë, elitarët e Kurajshëve të Mekës me këtë dilemë, me këto eshtna, ka thonë po, ki mu ringjall, ka thonë ki me dek, ki mu ringjall dhe ki me shku në gjëhnem. Pse po më hënëm. Qartë, kush është kompleksu mësërej? Aja është kompleksu, aja është friksu. Përshka se besimtari qëndran në pozicion stabil, i bindur.
Nuk ka mundësi. Kur ka shku në Isra dhe në Miraj, kanë arme e mush kokën e Ebu Bekrit me dilema, po kush njerë që kanë dilema vetë, e s'kan argument, e s'kan dije, të njëri që është i formu me udhëzimet e shpalljes, Ebu Bekri. E i kanë thonë shokujt, po thotë, që ja kam su i qilit, përshaj që ato thonë, dilem. E si ka reagu Ebu Bekri? Ka thonë, a ka thonë e që u shku? Veç, që ka po më dërësën? Po ka thonë, që kështë bëhat, ka thonë edhe më që u shku. Qështë po besan që u shku në qilë? Ka thonë, pse kom besu, ma shumë se kaqë. A i kom besu që e pejgamber. A i kom besu që Allah u flet me ta, ja ka që u shpallin po. E pse se merë dhe me që në qilë, në toke, ku dhe qenë? Në gjikë, normal. Dhe i kanë të tu me bu dilema, zhurëm, ndryshme, apo. Islami, për shambull, vinë edhe i shkil të drejtet e gruas, si jep dhe të gruas. Edhe mënëm që shtu ka një dhe musliman. E musliman e besa pëtëne. Apo, dhe të Islami ka nevoj pak për mu reformu. Kem nevoj pak mes për para. Ka mes për para. Ti si një drejtet e gruas. Ti si një. Prandaj nga ignoranca flet, se me ditë, kur s'flet. Vullaj të ndërlozër, me pas sinceritet, me pas qeltërsi, me lërgu paragjykime dhe inatet, se s'la gru në botë kështë me kërku me autoritu, si në pas udhëzimit të Koranit. Nuk ka dikun që ka ma shumë drejt, ma respektu, ma ndëru me gruja se në udhëzimet e shpallës. Nuk ka mundësi. Përshka këse Allahu Gjellewala e ka kryuar gruan dhe a i din mas mirë që ka i duhet gruas. Prandaj, këtu e në dilema që ngritën, veç dilema. Për me zbut, me zbe fushin e ndikimit të shpallës, me e kompleksu një musliman që zbrapsët, por aj që ka dije, aj që ka udhëzim, aj që din kërë me pyjtë, nuk zbrapsët. Gjëra të ndërmë vëzër, për i dilema që kam përdor ka qenë edhe përpjekja me e përqa safin e muslimanve. Që shtot përdori metoda, me në përqa, me në da, me ashtimu bëllam me zveti. Kanë artë e këpëgamberi, Alehi Sallatu Sami ka thonë, në të këshumë besu ty, qëre o mentalitetin djelzor, sa gënjështar kanë qenë. Fatkeqësisht, kanë thonë, në të këshumë besu ty, ama problemi të është të tërën me do fukara o burë. Ta është në smunë bese në fartina meditarë, në do njerës me në po kush me ta. A dhe në qëka? A jeka ta pineve, veç neve në bërë një nejtë pësashme. Kur rrim me neve, rrim me neve. Kur të krysh me neve, ta rrim me kondush, ama mës në përzia mund i të kuf me ta. Me përqa. E Allahu Gjallera ka zbita jetë që mos gabo se këta që e përmenë në Allah në 100 më të mirë se këta. S'krasun. Me e ka, i ndërmon masë që s'ka ndarje. Për më marrë kërë në gjami edhe me thonë qëre, na ishë marrë më falë, jena një 10 biznismena, kështë kena pare, ama safin e parë në alon neve, gjithë, hoqë, që safë parë në. Tani për masë, kush në e falë, se na të gjysh kemë qefë që të me konë fillim. A mundëm këtë dëshimi o plesu? A gëzojnë a këtë dëshimi o plesu? Jo. Ja. Po ata nëse falën, bojnë gjamija, dhe të bojnë, safi është për i pari kërë gjena. Kur do të kuptoj? S'ka rezervim në xhami. Apo nuk po më rezervu. Që ky vend është i rezervuar për imamin, se duhet me pri muslimanëve. Tjerat vende janë për këtë musliman. Ku është veni pari çaj ulta? Ka qenë në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të thotë, nai nënë djatë ka pas Ibn Abbasin, fëmijë kon. Nënë majtë ka pas Ebu Bekrin, mirë me pozitë. Edhe ju kam për ujë me pi. Sunet është që kur shpërndajsh ujë ose hizmet, apo me një spimat vjetër, tani në ndjathë. Ose nësë është ma i dishmi, është me një është ma i dishmi, pi ma të dishmi, respekt. E ata kanë fillu nga pejgamberi s.a.s. Pastaj në ndjathë ka qenë Ibn Abasi. Fmi, në ndmaj Ebu Bekri, burra i pare që ka për islamin. I ka thonë pejgamberi Ibn Abasit, a mje pleje, mi dhone Ebu Bekri me pju i para teje? Ka thonë Ibn Abasi, ju.
që prapjap. E pse s'na leje, se po ta qef, goja me kohë merë mas gojës tonë, tani të pinë kush do në. Drejt, ti e në ndja ty të kanë, se regullat e mbi gjitha. Ande nuk ka të nërëzër dikun që është zbatu në mirë më të sinqert, më drejt, as kush mbi ligjin se njët në pejgamberit alizëm. S'ka, që kjo ligjit s'ka regull është. Andaj, dilemat edhe tendencët për me përqa, gjenë vend ku, të njerë që nuk kanë dije, nuk kanë besim të fort, ama besimtarë të sinqert e të fort që e njojnë, janë të përkushtuar që me konë bashkë unik. Edhe nëse ka mos pajtime, din që të me i kalu, edhe nëse ka mos marrëveshje, din që të me i kalu, ama kur nuk lejojnë që mos pajtime dhe mos marrëveshje më ushtëtun në përqare, s'lejojnë kur musliman këtë punë. Për të sa janë vedishëm. Kur s'ka vedije, kur s'ka dije, kur s'ka informata, kur s'ka udhëzim, let në përqaj, për i fjallë në përqaj. Let. Nuk bën me liu që shëtani me neve, në zban. Vjen dikush të atë një fjallë, kërë ne të ke filon për i shëtë. Meri besana të, dalë u labë. Këtar, ka arë një të Hasan el-Basriu. Hasan el-Basriu njëri meqëm, vdishëm, devatëshëm. Ka arë e ka thonë, isha në filon naje. Edhe njoni për njerëzë, ja ka përmen me amën. S'la sen pa thonë për ty. Tash, qka bën egoja njerit? Ku është braja? E kur o bëj me folë për mu? Pa është më gjahil bre, pa është ignorant. Me të nëzej mere. Nëzej hum na. Hasan el-Basriu ka dalë. A nuk gjetë ta shejtani postjerë posteja? Sa da më bënë fjallët njerëzë, Allah? A më është postjerë i shejtanë? E pasaj ka dhe fjallët meqme. Kush vjen të ti me bajt fjallë, vjen me rën e këthet me të vërtet. A i bjerën ka thonë filoni, për ka s'ka thonë. Ta shti kur thush, që është që ka që pëthush, a është të vërtet, po, ti pëthush. Para që është e shet një të vërtet me një rën. Pazari lirë kjo nëndër. Ndaj verifikaje, thuje që nështë të s'ka dasht, ka gabu. Ani vlem, i a gjëmë qarën këse pune. Sa i që të banë fjallë për tjere nuk të dhënë të mirën. A i me në adasht mirën dhe e mbulan, e se zbulan. Ma dje dhe meni që keniti që të kush ka full, me thonë, a ke bërë filon neje, njëni që më kish pashajt, ja brabur, sa i gare këti bo qëllë ma bete, po që farshajt me, muslimani pashat, a ja me dhe zjenë, me thonë, po, valla, me konë se te unë e s'ja kshalon kurre, ka dalë burë, se sot u bo luft. Andaj, tendencët e armikët në gjithë me nga përqa, me nëzhe, me rritë tensione, muslimani gjithë më i pashat, ani ka dalë, i ullim, mirëm vesh, e bojmë qarën, kanë të tu me përqa mësë muslimanve. Ka në Bilal fukara i zi u arpi Afrika atje na hizmet në ka bu këtë ashtë me konë në e minathire zonin, burë gjë e dikën tjetër. Që si fëtë përqarishëm. Ja. Islam ka regula, ka respekt. Muslimani gëzën nderë, ka respekt. Kur është qëftaj? Metodë që e kam përdor. Nga metoda që e kam përdor, në rrëzë ka qenë edhe normal dhuna. Edhe tendenca për me i dëbu pej Mekës. Muhammed Asam vetë ka qenë, vetë ka qenë viktime dhunës. Ka qenë duke u falë, në qabë, ku këronë sejde, ja kanë gjujtë zorët e devës në qafë. Ka prapu vajzët i Fatimja, e i ka heka, radiallahu anhu. Pejgamberi në sëmë, kur ka shku në Taif, pejgamberi a.s. Në Taifi i ka ofër 7 km ka larë Mekës. Ka shku ata me thirë në fe. Kër u këthuja kam shelderën e Mekës. Në kuptim roje. Son hynë, a e da njëre, shka ku dusash. Po ka arë njëni, në honë, pej kurejshve të Mekës, ka qenë trektar, ka qenë njëri burë, e pëse s'ka qenë musliman, po ka pas njërë zilak. Edhe i ka thonë, pejgamber sëmë, qka bëndi këtë për jashtë Mekës, ka thonë s'po mlën me hi. Ka një të kimi i kismet me mu. Edhe ka marrë e ka shti pejgamber sëmë të shpia vetëm. Që ka që metoda? Se sabët e tjerë, më fërës për pejgamber sëmë, se tjerë e Bilalit ja kanë qitë, në zalin e vapës, për djegë, e kanë vendosë, i kanë vendosë gurit madhë në shpinë, në gjëks, mëha, e Khababin e kanë rejme, kam gjikë dirë sot të manë, ka alë me plamë, tuk i rridhë gjakë nga shpina, qëfar më kanë boja Rasulullah? Qëka s'kanë bojë?
Pra të ndërruazër, dhuna nuk e ka adres islamin. Ja, dhuna e ka adres mosbesimin. Se njeri që s'beson Zot, ai bën dhunë, ai bën padrejti. Ai që ka frikë Zotin xhallahu ala, e din që ka më dalë para me llogari, s'bën dhunaj, s'bën padrejti. Prandaj kanë tentuar mënyra të ndryshme me i keqsatu besimtarën. Ktu ka shumë me thonë, veç piprojnë si metoda. Se janë stacioni të rëndësishme që ka kaluar mërto pejgamberi alayhi salatu wasallam. Me ditë, në çka ka kaluar. Gjithashtu edhe për metodën e ka qenë të ndërozër me sfidu pejgamberin sa. Qysh me sfidu? Nëse e pejgamber, hajt çaj që të kodër. Ka kjes pa lidhja. Ka kjes pa lidhja. Ti kësë ka ardhë me të kalëzu që janë i fort çaj kodra. Apo? E nëse i fort, hajt çaj që të guri. Për shembull, pejgamberi sa, nëse ka pretendu se unë jam i fort çaj kodra, hajt për çaje. A bjen që është të kërkesa? Ai ka më thonë, besoni në Zotin. Se që shpërnën një kjo së regull, e këta që e kërka, hajtë qaj e kodrën. E qka ka lidhe kodrën, Allah me që po flasën? Po veç hajtë diqka të lipi, hajtë diqka të thëmënëm, hajtë do në një kërkes që ti s'munsh me bua thëma, peshe, që s'ka ke pejgamber. Që ka që? Hajtë bëna Mekën, ka nglip me avo Mekën, do më me kopshte, me lumej. Mekë këtë shketinë, këtë gurësht, s'ka të jenë mjellë. I hajtë tash t'i bëne që shtohë. Ndroje këtë reliefin geografik, e këtë që ka ndroje në Mekë, është me ka du që je pejgamber. E mire, kër e ndroje që bën ju, o pes besojnë. Hajtë qaj e hanën, hajtë bëne këta. Ka thonë pejgamber, Subhanë Rabbi, Zoti është i pasën ka gjithë meta, në nërma që pëllipni. Nësë jam të tërë pas, beshë në Rasula. Unë jam njeri që Allahu xhallahu më ka dërguar pejgamber, çka që mëne? Nëse jam ai që çaj kodra, çaj hanë. Mundu mrekulli, që Allahu te barë këta me një mrekulli, mucize e përkra pejgamberin. Po jo ditë për ditë çaj këta, the këta, bë këta, ditë bindesh ti bas. Shkon nuk është unë kështu. Prandaj kam përdorur metoda sfidimit, provokimit të lloj-llojshëm. Gjithashtu të ndërlozë pjesa që kam përdorur është edhe Allah e përmend një metodë interesante. Don, hajde bujna zhurëm e njerëz më stënin Kur'anin. Se ata kanë qenë arab dhe kanë qenë në nivel të lartë të gjuhës. Ma në arab të kohës pejgamberit kanë folë gjuhën shumë pastër. E kanë kuptuar Kur'anin tamam çka po thotë. E kanë kuptuar gjuhë letrare pastër. E hajde na bujna zhurëm. Bërtasum, prapëm lajme që njerëz mos mund të marrë me Kur'an. Hajde i shtim njerëz marrë me do punë tjera. Jo me Kur'an. Ti zhvendosim nga Kur'ani. Nga dëgjimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kam përdorur që ashtu të ndrozër edhe ftyra publike që kanë pas ndikim që ata me prop dezinformata. Për shembull, Walid ibn Mughira ka qenë një nga, domethënë, ka qenë një nga elitarët e Kurajshve. Ka qenë njëri mençëm. Edhe ka qenë njëri, domethënë, që i ka për Allah shumë pasuri. Kur e ka mendu punën e pejgamberit sa i ka shkuar me ambo musliman. Abu Jahal u tu që më bëu kim bo musliman, apo punë e madhe. Kjo është autoritet, kjo një shumë ndikim në Mekë. Shkani i thot, për me siguru që mos me bo musliman, thot, u përhap Mekë që i bo musliman. Kush be? Dhe valla, u përhap Mekë, kjo përran. Që fër metodash? Andaj ti për me kaldu që si e bo, duesh me gjithë një akuz për Muhammedin alisam, se njerës të besojnë ty. E Allah o thot, inna u fekkere vë qadder. Allah më detë thire për men, për Walid ibn Mughiren. Ajo nale ka menu, që mi thonë këtë njeri? Si që i thush, se keq ka thush kësë, dhe më thonë, si bin të aman. Në fundit e ka përmend, dhe më thonë, se innehu sihru një ëthër. Është një sehire që ndikon.
Unë dalë popë publikisht ka thonë, unë e kom analizu, e kom studiu, e kom hulumtu në punë e Muhamedi Alzam, edhe kom marrë përfundim se kjo është sehira. Njeri që ka ndikim, unë nuk kom për shembull të ke po, një që është profesor doktor, thotë, unë e kom studiu këtë punë edhe kom marrë në konstatim se Islami të shqiptarë të arë me dhunë, Turqit me zërë në kam u muslimarë. E kur e studioj këtë punë më rëllatja, që është studioj, po duhet me dalë me thonë që unë e jam me juve. E për me kom me neve, dilë thuj diqka. Që është të? Fatkecisht, se kush analizën e studion qartë se shese që është në për muslimana. E din këtë punë. Asë një imponim, asë një dhunë s'ka pasë, absolutisht. Vëllaj me pakon me dhunë, së musliman së shumë konë korra. Që musliman, këshëm prit rastën e parë me shufin. Po popullin ka pagu për këtë fej, ka sakrifiku. Në sistemet e kaluara, sa ka nevojt? Apo, në kohën e mbretnive, në kohën e sistemet caktuara, me dhunë kanë të me ndru fejnë, me varë në qafët e tyne, shaj tjera identifikuse të fejve caktuara kështë më radhë, kur s'ka pranohë. Vëllai mos me konë me dashni, mos me konë me iman, mos me konë me bindje, kur sot musliman së shumetu. Ma delë, thot atje, pse ka ndikim, njërën qërë kjo Allah, historiane kjo që thot, po i them metodë është kjo, që është e kam përdojnë dhe Walid ibn Mughirin, ka njërës i përdojnë, a i kam përdojnë për para dhe njerëz, me titë, me sërë, me thonë që kjo sistem është me i mirë, do të tonë me bojë që shtë, ta një kanë shti me prish gjenime, mësë mu fale, që si të meqmit, gjithë që shtu kam pas tendenca që me i përdojnë elitarët për me i, devju njerëz Allah në rutëm. Edhe një në fundu më përmanë të nëzë që kam përdojnë, shumë e të kam përdojnë edhe dikure kam po që as kja, shajë s'jallën, heq bilam. Absolutisht, shajë s'kallon. Për hap dilema, njerës halama tepër po bindën. Për dërdhun, njerës halama shumë musliman po bonë. Të në ta këtë, kur farë dikimi s'kam pas. Heq, absolutisht. E kam përdojnë metodash, kërkën dim nga jashtë. Hajde për kërkëm dihun e megjve. Kënë e kam pas myk, i kam përdor, dhe më thonë, disa fise hebreje në Medine. Ka thonë, jo dini qashtë, se hebrejt kanë di që ka është libri. Që ka shpallë, kam pas të vratin, kam pas isën, asë kam pas pegamber. Arabët kanë qenë një randë, s'kanë ditë. E kanë shku, kanë martë ata instruksione, që ka me vetë, që shme në zonë gusht, apo? E ata i kam su, kanë vetë në për të. Ka nëseja përgjigje, ka pegamber ashtë apo. Edhe pejgamberi sa ju ka përgjigjen, apo s'kam besuar. Veç i kam pas mënyrë për me denigru autoritetin e pejgamberit sa edhe me penguar. Të ndërun përmbyll dhe veç lejani 2-3 pika shkurtimisht. Këto metoda që i përmendëm, këto metoda e pa, unë i përmenda 10 metoda. Asnjë metodë nuk ka metodë shkencore. Asnjë metodë s'ka metodë, domthonë diskutimi, debate, argumente. Ja, këtë metoda, ja shpifje, ja akuza, ja dhunë, ja dil piktujt, ja mos e këtu, ja, që si metoda, pëtë? E në lapti, nëse këj njëri nuk e ka mirë, kjo arë me liber. Bereti një liber së kjo, edhe bëni debat. Në s'ka mundësi të nërëzë asë njëre, asë në atë kohë, asë më asaj kohë, asë sot, asë nesër, asë kur, nuk ka mundësi me ardhë dikush me liber që udhëzën njerëzimin si Korani. Nuk ka mundësi marrë me diçka që logjika e njeriut, natyrshmëria e njeriut, zhvillimet shkencore bindesh me Kur'an. E pamundshme është. S'është e mundshme. Për shkak se shkenca prej ka i merr donat, që është objekti i studimit shkencor, natyra. Ligjet e natyrës që Allah xhallahu ka vendosur. Mirë, ato ligje, atë natyrë kush e ka kriju? Allahu te barekuhu te ala. Ai e ka kriju. Kush e ka zbrit Kur'anin? Allahu xhallahu ala. Me s'ka kundërthënie. Nuk ka kundërthënie. Allahu thotë: "Walau kana min ghayri indillah." Po të ishte ky Kur'an nga ndokush tjetër, jo nga Allahu, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Do gjenin te shumë përplasje, kundërthënie. Po, fjala e Allahut është kjo. Pastaj të ndërrozë ajo që të bën përshtypje gjithashtu këtu. E dyta është se shiko, këta kanë shpif, kanë gënjy, kanë përdor metodë ndryshme. E pejgamberi që ka bë? A ushtimet të më thonë, kush o gënjeshtar?
po ma gënjeshtar se ju s'ka bre, po më falni ma të poshtër se ju s'ka bre, o mërë me ta pejgamberi sa më ja, hecë së marë, ata sirbaz, ata i qmendur, hecë së marë me ta, hecë së marë me ta. Nuk e ka kthyer dhunin me dhunë. Ata dhuna, ata bo presion, se ka kthyer korkan, jo, ja, bëjmë sabër. E ka shku në Medinë, o pet atjera atë si kalon. E tani u bë lufta e Bedrit, normal, ti dush me luftu, me mbrit venin tënë, për të shpirti, për të pasurie, për të familje, ku kemi shkuar? Me konë që është njëri i dhunës, a kesh duru pejgamberi së Mekë? Me konë që është i dhunës? Po jo, mërë. Mos me ndoni se sahabët një konë pak Mekë, e s'ka pas çka me bo. Jo, kam pas çka me bo. Por, si ka lidhur pejgamberi alayhi sallam. Të ndërrozën. Edhe e treta që më do thonë është, kohë të përmbledhje se ke kësaj që e përmanim, është se Kurejsht e Mekës, të ndërrozën, kanë përdor me do të lodheshme. Ka vazhdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku janë Kurejshet e ku është Muhamedi alayhi salatu wasallam? Ku janë? Sot përmanim për Abu Jahli, do si njëri keq. Walid ibn Mughira që vetëm po musliman e me përdor menën, e dijen, e pasurin që Allah ka për të mirë, sot na duhet mas 1446 vjet apo e këtu në Mitrovic, 1000 kilometra larg vetë, më thon, po burri keq që kon. A vëre? Çe ka bëjë të zot? Për mëna tan jetën për të keq. Kamet, domthon në njollën e historisë apo. Njëri bë sabër, kalojnë këtë. Tani në fund e marrë me shkush me kanë kona, kush ku kona po. Pejgamberi ka bë sabër, edhe I ka thënë njerëzit në fenë Allah te barekutaala. A është bo që ka ndosh Kurejsht? Jo. Çysh u bë puna? Vallave që ka dorë Allahu te barekutaala. Prandaj të ndrozë, kjo është feja e Zotit. Kurani, hadithi pejgamberit, është feja e Allahut azza xal. Është nder për neve me adhuru Allahun xhallahu ala wallahi. Është dalje ndrit na me izbatu urdhnat e Allahut xhallahu ala. Është për të mirën tonë, të familjeve, të shoqërisë tonë me largu pi haram apo. Kaq. Ndërsa kjo fe komec me neve pa neve, mos e ka is pa Kurejsht, që aty nuk ka zbrit. Mos e ka is pa akrebat e pejgamberit. Ecë pa tjetër apo. Po njëri duhet me këshyrë se ku e ka pozicionin e tij në përfitimin nga këto mësime dhe në përhapjen e këtyre mësimeve. A bota ko me ecë edhe ka një fund. Gjithë kanë me dalë për Allah të manuar, e atje është e njëri pastaj, ku që ka bërë gatin, e kush e ka pas mirë, e kush me ka në konë. Ne jemi të vendosur të mbetim në udhën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nga si mi të bindur, bindet palkundshme se, kjo është e vërteta e duhur që I duhet njeriu. Njeriu jo vetëm kohës e pejgamberit, po njeriu të gjitha kohrave. Nëse këto metoda që ata I kanë përdorur, apo tjera që mund të përdoren, janë natyrshme, I kuptojmë. Nëse kanë shojt pejgamberin, pse s'shojnë ty o Allah? Nëse kanë shpifër të, pse për ty shpifën? Shpifën për këtë. A I kuptoj ma normal këtë punë, s'po thom njëri mu bua aq indiferent, jo, na prekin këto. Pa të ke fundit, a duhet çdo kujt më dhon përgjigje? A duhet kur shoh me hajmë kthyer? Jo, Allah. Çfarë pejgamberi sa? Me shembull për ti, ka bë sabër. A ka më I pasur se ky? S'ka, e ka njollos. A ka qenë më I drejtë se ky dikush, s'ka qenë, prap ka thoni pa drejt. Më I mëshëm se pejgamberi s'ka pas. Dhe dishmë ato. I ka thoni çmendur. E pse stojnë ty e mua atij apo? Thoj njerëz, kur I prekin drejt çka stojnë? Por ti e ke shembull më të mirë në pejgamberin alayhi salatu wasallam. As udhës tona, ndjeki udhëzimin të pejgamberit son, bënu I matur, bënu I ditur, bënu I ndriçuar me dije, bënu I kujdesshëm, bënu I durueshëm. Me lenin Allah te barekutaala, njerëz kanë me kuptuar se ku është e mira, ku është e keqja, ku është e vërteta, ku është e pavërteta. Allah na mundsoj që me ndjek rrugën e pejgamberit son, me bëj sabër, edhe të jemi nga ata që e ndihmojnë këtë fe, nuk e pengojnë. E shtrim për para ditën e Allahut azza xhela, jo me pengu këtë dritë Allah na rujt. Në çfarë forme? Qëllimisht ose pa qëllim. Kemi syqel, ti më vëmendshëm, të kemi parasysh kurtha që mund ti hudh armikun mesin ton për të na përça, për fund dilemat të lëshme. Ti jemi një saf, një radhë, e ti jemi bashkë që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam të përkushtuar në adhurimin ndaj Allahut dhe në pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Allah ju ruaj që është për bleft e u takofshim për mirë në takim nashëm. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.